Ministri i Bujqësisë Andi Salla së bashku me drejtoreshën e përgjithshme të bujqësisë në Bruksel, Elizabeth Werner, duke parë nevojat e bujqësisë shqiptare, të dy së bashku kanë hartuar dhe zërat se si do të shpërndahen 146 milion eurot e programit IPARD 3. Prioritet të veçantë kësaj here do të ketë modernizimi i fermave duke aplikuar teknologjinë që rrit sigurinë ushqimore dhe ul kostot e prodhimit. Programi IPARD 3 është menduar të jetë ndarë në 9 masa, ku 5 prej tyre do të aplikohen për herë të parë në bujqësi. Investime në ferma bujqësore, agropërpunimi dhe marketingu i produkteve bujqësore, diversifikimi i ekonomisë rurale, asistenca teknike dhe ngritja e kapaciteteve institucionale, masat agromjedisore dhe klima, qasja lider, investime në infrastrukturën rurale, shërbimet këshillimore për fermer, menaxhimi dhe zhvillimi i pyjeve. Këto sektor të bujqësisë konsiderohen si thelbësorët për të rritur vlerën e produkteve shqiptare në tregjet evropiane. Ndërkohë siguria ushqimore është testi i radhës që Shqipëria duhet të kalojë për të bërë pjesë e familjes evropiane. Investimet në fermat shqiptare me 112 milion euro të qytetarëve evropian dhe 34 milion euro nga buxheti ynë pritet të nxisin prodhimin e produkteve të shëndetshme.